teleskopi i famshëm James Webb Space Telescope. Jo Webber tjetër, kjo është James Webb. Është filozof. Jo, James Webber më duket se është është dhe fizikan. Është dhe gjyqtari anglez i I futbollit. Nese, James Webb, më falë, zbulon 2 molekula, unë kam pa lajmet, kam pa lajmet dhe jo të Shqipërisë. BBC-a? Po, zbulon 2 molekula në një planet që gjendej vite dritë. 124 vite dritë larg nga ne. Nuk e di sa milion kilometra larg. Është relativisht në hapësirë. Se është një yll i vogël, nuk është yll që shikohet me sy të lirë, nuk ka emër. Praktikisht ka vetëm thjesht numrin që ka nëpër katalogët. Pra, këtë 218 B-ja është numri. Mendohet që ky është në qendër të një sistemi tjetër që identifikon këtë yll. Ky yll ka dhe planetet e tij? Nuk shihet me teleskop zakonshëm, apo jo? Duhet shikohet më si jo? Shihet? Po patjetër që shihet. Me teleskopin që kam në shtëpi që është amator komplet, mjafton të shikosh në një zonë të errët aty, sa shikon me teleskop mbushet komplet me yje. Se nuk është shumë larg, është afër. Relativisht afër. Është 124 vjet dritë, si është për kozmos, si me qenë në prak. Po, thuaj që është 2 herë gjysmë më i madh se toka. Atëherë, ç'është e pronash tani. Tani, jo të gjithë planetet që ne vrojtojmë jashtë sistemit tonë diellor do jenë si toka. Pra, ne nuk jemi të sigurt biles edhe në faktin nëse është i tipit Neptunian, pra është në Neptunian, po themi ndërmjet tokës edhe të tipit të Neptunit, pak a shumë, dhe sepse këtë nuk e dim. Por ajo që dim ne dhe është shumë e bukur kjo gjë, biles shpesh ja përmend studentëve kur vjen sidomos pjesa elektromagnetizmit, që ne, duke studiuar thjesht rrezet e dritës, jemi në gjendje të marrim një informacion të jashtëzakonshëm. Dhe kjo mos i duket se është diçka shumë e komplikuar, ndërtimi i teleskopit, atë është hapësira e tjera. Në momentin që e ndërtove dhe me rrezën e dritës është shumë e thjeshtë. Është me një prizëm, bëhet me prizmën e Newtonit. Është një spektrometër, një spektroskop, që fare thjesht e zbërthen dritën dhe aty ne shikojmë spektrin. Molekulën si e identifikonte? Atë po thoja. Fal. Letërsi, mësuesi, anglisht, gjëra të tilla që na marrën. Atëherë, në laboratorët që po tani, njëra nga punët e laboratorit që kanë studentët e mi është spektrometri. Dhe thjesht kanë 3 element kimik, neon, helium edhe hidrogen. Do bëjmë punën. Tani secili nga këta në momentin që ti e vendos në tension të lartë, është plazëm, shndrohet ajo, ke shkarkesën e gaze dhe ndriçojnë. Janë element kimik, thjesht ndriçojnë. Ndriçimi, kjo është e komplikuar, këtë e bëjmë pastaj. Shpjegoj atij se e kupton. Jo, ai e kupton shumë mirë. Dhe këtë rrezë drite që del nga kjo, ne e fusim në prizëm, është si ylberi. E kupton. Identikisht është i njëjti efekt pak a shumë, vetëm që tani në rastin e elementeve kimik, këto element kimik rrezatojnë dhe ngjyrat që prodhojnë nuk janë në formën e fashove, po janë në formën e vijave spektrale, themi ne, dhe janë krejtësisht identifikuara. Kudo që ta vendosësh hidrogenin ti në univers, hidrogeni do t'japi po ato vija. Ama në qoftë është ionizuar, këto vija s'postohen. Etjera. Çfarë do thotë? Unë e di shumë mirë se cilët janë vijat që do vinë. Në qoftë unë aty gjej pastaj vija absorbimi, domethënë ku duhet kisha një vijë, po themi të kuqe, mua më del zezë. Dhe pjesa tjetër është ndriçuar. Kjo do thotë që aty është një element kimik që në këtë pozicion ka këtë vijën e kuqe. Dhe ky element kimik është atje sepse ky element kimik e përthith dritën e yllit. Shikoni, pra është planeti, është ylli, drita e yllit kalon në atmosferën e planetit, duke kaluar në atmosferën e planetit, ky element kimik përthith atë frekuencë që ai don. Pra atë ngjyrë që ai don. Sa bukur shpjegon. Shpjegon vërtet shumë. Përfundimi kur vjen këtu tek ne na mungojnë ngjyrat e dioksidit të diosulfurit të metilit, në mos gaboj. Se ajo është janë 2 molekula biles. Po 2 molekula janë. Dhe këto molekula, që është ideja, domethënë pse të supozojmë neve që ka jetë, është se prodhohen vetëm paktën në tokë, kemi parasysh dhe këtë, që në tokë ne deri më tani e dim që prodhohen vetëm nga jeta gjallë, nga algat, vetëm nga algat. E prodhojmë dhe ne, tjere. Ajo gjë e poshtë që ti është ajo. Ja, sulfidi janë ato. Ajo është disulfur dimetili ajo. Kurse kjo është ke parasysh në breg të detit kur dalin algat. Dhe ndjehet ajo era, aroma detit e jodit. Në realitet pjesa dërmuese e saj nuk është e jodit, është pikërisht e kësaj molekule. Pra, në një farë mënyrë arrihet me deduksion që mund të ketë jetë, po nuk është e sigurt që ka. Jo. Ne dim që ka këtë element kimik. Duke u nisur nga fakti që i vetmi planet që ne njohim, realisht që ka jetë është toka,
atëherë ne themi që në tokë kjo molekul prodhohet vetëm nga jeta e gjallë. Nuk po flasim për qenie inteligjente, po flasim për jetë të gjallë. Kjo nuk do të thotë që është 100% e sigurt, sepse mund të kemi edhe procese natyrore që mund të prodhojnë tjetër molekul. Por këtë nuk e dim akoma dhe faktikisht tani ajo po bëhet, po mundohen që në laborator ta prodhojnë në kushte se duhet prodhuar në kushte natyrore ama. Pra, nga vetë natyra të prodhoj këtë molekul pa praninë ose pa nevojën e jetës së gjallë. Ndërkohë që ajo që më çudit është mungesa, nëse ka nuk jam i sigurt nëse do të jetë një lloj si në tokë, mos harroni, jeta në tokë nuk ka qenë gjithmonë e bazuar në oksigjen. Biles, po themi, zhdukja më masive që ka ndodhur ku mbi 99% e qenieve të gjalla u zhdukën në tokë është eksaktësisht me fillimin e epokës oksigjenit. Oksigjeni ka qenë helmues dhe është helmues edhe sot. Dhe prania e oksigjenit në atmosferën e tokës është rezultat eksaktësisht vetëm i jetës së gjallë, kujt? I fotosintezës. Sepse oksigjeni, një lloj si hidrogjeni, është oksidues shumë i fortë dhe praktikisht bashkëvepron me çdo lloj elementi tjetër kimik dhe lidhet në komponim. Nëse ne dgjejmë oksigjen të lirë në atmosferën e një planeti, kjo është akoma më e sigurt që është prodhuar nga jeta e gjallë. Sepse përqindja edhe në këtë planet ishte e tillë që nuk justifikohesh, domethënë do të kishte një prodhim të vazhdueshëm. Edhe oksigjeni në tokë ka një prodhim të vazhdueshëm nga fotosinteza. Ndryshe, oksigjeni do të ishte zhdukur, po themi, nga atmosfera. Ose do të kishte vetëm një gjurmë oksigjeni. Jo të ishte 21% sa që është sot. Për të folur për jetën e gjallë, për jetën organike, duhet të flasim për praninë e karbonit, oksigjenit, hidrogjenit, pastaj dalim ke sylfuri dhe azoti. Këto janë ato kryesoret që përbëjnë... Patjetër. Nëse vjen sinjal, për shembull me këtë mënyrë me spektrometrin që ju përdorni... Këtë gjitha, edhe temperaturën e yjeve po e përcaktojmë. Nëse vjen sinjale për praninë e këtyre elementeve, a mund të shkohet me deduksion gjithmonë, pra që shif se është më e mundur akoma se sa dim sot që të ketë jetë atje? Patjetër. Patjetër që ne gjithçka me deduksion e kemi. Para punës nuk kemi ndërmend shkojmë edhe për shumë kohë. Në këto janë shumë larg. Teknologjia jonë nuk mjafton për atë. Dhe studimi që ne bëjmë, ndoshta njerëzit nuk na kuptojnë dhe kujtojnë se flasim po tregojmë prralla, por në realitet po flasim për një teknologji që përdoret tej mase në vazhdimsi në jetën e përditshme, por që nuk i hyn punë njerëz dhe nuk i din. Dhe me anë të kësaj thash edhe një herë oksigjenin, këto molekula, metanin përgjithësi është bioprodukt edhe metani vetë, po themi. Pra, se zbën, nëse dhe zbulojmë këto gazra, po jo gjithmonë është bioprodukte, se e gjejmë edhe pasi është lidhja e hidrogjenit me azotin dhe kështu që e gjejmë. Tani nuk është në çudi, meqense se ne jemi të përbërë nga 4 elementë kimik themelor. Hidrogjen, oksigjen. Jemi 75% ujë, e kemi thënë. Pastaj vazhdon karboni që ndërton strukturën tonë të muskujve, kemi edhe pak kalcium, dhe azot. Këto janë elementët themelor, ndërsa pastaj tek ADN-ja dhe RNA-ja kemi nevojë për sylfur, fosfor, emerald, që të bëjmë adenizinën, trifosfatin, emerald. Por pjesa dërmuese e jonë është përbëhet nga këto 4 elementë. Çuditërisht këto janë 4 elementët bashkë me heliumin, po duke qenë se heliumi është një gaz fisnik, nuk reagon praktikisht, janë elementët më të përhapur në univers. Do në hidrogjeni përbën 75% e universit. Pra, në renditje kemi eksaktësisht hidrogen, helium, oksigjen, azot dhe karbon në univers. Në trupin ton, hidrogen, oksigjen, azot dhe karbon. Kështu që mundësia statistikore, matematike, që të kemi jetë, jo vetëm që nuk është zero, por në realitet do të ishte e çuditshme nëse s'do të kishim. Tani, mundësia për ne për t'i vërtetuar këto, shumë e vogël për momentin. Pra ne mund të arrijmë vetëm të bëjmë një deduksion. Pra shikojmë që aty kemi këtë molekul që në tokë, pra këtu do të themi gjithmonë, në tokë të e prodhon vetëm jeta e gjallë.